Po do tjetë, çfarë bëhet sot me minierën, me gjithë? Kjo është elektroliza. Kjo është këtu ndje ari. Këtu binte ari poshtë, sepse kishte solucione acid sulfurik të... Qa foto të kam gjetur? Shumë bukur e ke gjetur. Ka marrë malli? Po, shumë, unë kam hyrë disa herë këtu. Edhe këtu poshtë, këtu e në vaska gjitha, aty binte nga solucion, ishte anot katot, edhe për mes rrymës elektrike të vazhduar, pastaj bakri kalonte nga katoda kalonte në anot, element tjerë bini gjitha poshtë në shlam, edhe aty u mblidhin dhe shkonin kjo elektroliza e arit e argjendit. Po edhe argjend, Edhe argjend. Argjendi ishte në sasi më të vogël? Më të madhe, shumë më të madhe. Argjendi, sa Shumë më të madhe argjendi. Bie 10 herë më shumë se sa, apo 20 herë më shumë se sa ari. Këta ishin të ndershmit e Mirditës? Jo, këto ishin elektrolizë, të kishin që t'i banin arit. E reparti tjetër... Tjetër, ty që ke hyrë njerë vetëm ti? Po, aty kam hyrë një herë. Vetëm njerë vetëm? Pa tërë pëse më fute? Jo, dosha ta shoh se patimi përplasje herë me Shkodrën për cilësinë e bakrit, edhe unë vizitova gjithë repartet e uzinës. Foto tjetër? Po kjo? Të e metalurgjia Rubikut. Këtu poshtë laboratori. Për para qendrës simulacionit, thot atyre, parti rafinimit. Po. Të e në të uzinës, pa ato e në metalurgjisë. Në Rubik gjithmonë? Në Rubik gjithmonë. Por këtu më gjenë si ata si kombinati Elbasanit? Po shtë që metalurgji ishte ajo. Metalurgji? Metalurgji ishte furr, vetëm që ishte furr vatër gjaket. Po këtu laboratori? Këtu është laboratori. I mban mend këta persona? Po si maj mend. Si kanë emrin? Të gjithë. Jo, atë lart të kanë vinë që kanë marrë, këte e maj mend, këtja Merita Tabaku, ne maj mend laborantët. Ose bukur kjo. Edhe këte e maj me ndo frokun, këte i qoshit. Ja, e thot aty, nduhe froku, thot aty. Po, jo, nduhe froku, po. Ja, e thot aty, nduhe froku. Këj qoshit a nduhe froku. Po ata aty zotrinja, si inxhinier aty tjenë? To, se nuk i kujtoj. Okej, foto tjetër. Shumë interesante ka. Po këto, në uzinë e telave. Tu mbaron, the ti, cikli. Tu mbyllet cikli. Ua, po si ka mundësi kjo Shqipëria ka që vogël, mbyllet ciklin me bakrin? Pra, ajo qeveri që ne shajmë. Ai sistem, ai kishte disa gjëra shumë të mira, sepse bani një cikël të mbyllur gjithë bakrit. Përveç se futi fuqi punëtore, përveç se civilizoi edhe zonat thella, se atë ku vinin njerëz nga gjithë Shqipëria punonin atje, edhe vinin kulturë, vinin inxhinier, vinin teknik, vinin gjithë Shqipëria, por merrte edhe të ardhur ekonomia. Dhe kjo uzina telave, që prodhonte tela dhe kablo të gjitha llojeve, edhe tensioni të lartë, tensioni të ulët, për instalime elektrike, eksportonte një sasi tela të holla shumë të hollë, u shkatërru komplet, se nuk punon, por keni parasysh gjithë industrinë e ndërtimit në Shqipëri, sikur të gjithë telat e kabllat ti prodhonte kjo uzinë. Dhe sot e kësaj dite ato janë më rezistent se gjithë llojet e telave të kabllave që importojmë ne sot. Absolutisht. Po çfarë mbulonte uzina e Shkodrës, prodhimi i uzinës së Shkodrës? Prodhimi mbulonte gjithë nevojat e vendit për kabulla, për linja elektrike, për instalime elektrike, të gjitha. Dhe eksportonin dhe jashtë? Edhe jashtë eksportonte. Çfarë cilësi ishin telat e Shkodrës? Të shkëlqyer. Pse nuk u mbajt kjo? Pse u shkatërrua? Nuk u mbajt sepse Roland në Shqipëri ka ndodhur një çudi e madhe dhe mas e keni ngjuar avokat Ngjelin që thot ku shkon 500 fabrika uzina. Jo, avokat Ngjela e ka thënë këtë, por në një farë mënyrë se e kam pyetur edhe këtu. Po. Zoti Berisha më ka pranuar që në parlamentin, se unë e them shpesh këtë, në parlamentin serb, Shesheli u ngrit dhe tha ku shkuan $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë, dhe Miloševići tha janë shkatruar fabrikat dhe uzinat. Dhe Berisha ka pranuar që është veprimi i UDB-s. Pse se ndaloi? Kush? Pse se ndaloi? Pse si shkatërru kuqen veri? Te njëjtë gjë bënin ato edhe para. Pse si ndaloi Berisha? Si ndaloi se do, se në masi i pëlqej për t'i bë kështu. Sepse që kur Po. Ja ta them unë, ti mund të më thuash më ekstremist të thuj çfarë dush. Ore i dashur, që kur erdhi në pushtet, erdhi jo terapin shok, po shok terapin. Të shkatërrojmë që gjë, se e ka ndërtu komunismin të tërë të tjera. Të shkatërrojmë dhe format e bukës. Po, gjitha u shkatërrojmë. 500 uzinë në fabrikë. Pjesë të dërmonë se u shkatërrojmë. Di që në Mirditën time janë thyjë gjithë dyqanët e fshatrave. Edhe fshatarët ngelen për 5-6 vjetë ngelen nuk ishin blenin 1 kilo makarona. Po pse? Pse kështu e ma $20 milion. Ma teorierën ato. Edhe nëse ka gjithë vend $20 milion, që ka gjithë vend pikërisht ke Sali Berisha, ke qeveria Sali Berishës. Se s'ka mundësi ta shkatërrosh vendin të fortë. S'ka mundësi ta shkatërrosh. Edhe unë jam i këtij mendimi që po, ka gjetur vend. Le të më akuzoje kur dojet, më hedhim gjyqet, bëj çfarë doje. Absolutisht ka gjetur vend. Si ka mundësi ti je president, ti je kryeminist, ti je ministër, e të lësh vendin shkatërrohet këtë farfeje. Edhe ne kemi faj mbrapa pastaj, kur erdhët 97-ën, që duhet i frenonim shumë gjëra. Nuk i frenon.
Frenun diçka, po jo të gjitha. Po mirë, mund të rifillonte uzina e Shkodrës dhe miniera e bakrit dhe uzina e pastërimit? Absolutisht po. Po pse s'u bë? E mori në koncesioni një kompani turke kur kam qenë unë. Po. Edhe në momentin pastaj unë ika dhe nuk monitorohej. Nuk monitorohen gjërat këtu këne. Do nuk monitorohet privati. Nuk monitorohet privati, vëlla. Jo ka kushte në kontrate, do bëjnë shteti, nuk monitorohet. Sepse korruptohen. Dhe çfarë ndodhi pastaj me edhe ai nuk prodhoi fare, tash nuk gjyqohet me të se nuk jam interesuar se ç'bëhet me uzinën e tij. Uzina Rubikut ka ngel vetëm thjesht si Gërmall, ajo që thuhet tash se do bëhet uzinë. Ka ngel vetëm anë ndërtimore që do bëhet tash uzinë për armatimin, se kur do bëhet nuk e di. Do nga bakri aty, po bakri është, kemi rezerva bakri? Kemi rezerva bakri. Po punon në modelli kompani turke, punon në Spaçi kompani turke, bakri nxjerrin ato, e bën koncentratë nxjerrin jashtë shtetit, e shesin. Kurse industria jonë është shkatërruar komplet. Po mirë, po edhe kërkimi i mineraleve këtu është problem, sepse kisha në vendin që jeni ju, kisha një shkencëtar shqiptar në Amerikë, Niko Qafoku, i cili tha, këtu nuk kërkohet, tha, se këtu mund të ketë edhe litium, tha. A ka litium këtu? Po, ka shenjë për litium. Çfarë thua? Po, ka. Se ai tha nuk e di. Ka shenjë për litium. Se sot tëra makinat elektrike punojnë